Qeveria franceze thuhet se po planifikon të dërgojë një manual mbijetese për të gjitha familjet që jetojnë në territorin e saj dhe përmban këshilla se çfarë duhet të bëjnë në rast të një konflikti të armatosur, fatkeqësisht natyrore ose krizë shëndetësore. Dokumenti përbëhet nga 20 faqe dhe është i ndarë në 3 pjesë, sipas radios Europe One, ku rregulli i parë është mbron veten dhe ata që të rrethojnë. Dokumenti sugjeron se artikujt që njerëzit duhet të përgatisin si pjesë e një kompleti të mbijetesës përfshin të paktën 6 litra ujë në shishe, 10 kanaçe ushqimi, bateri, një elektrik dore dhe pajisje mjekësore duke përfshirë paracetamol, kompresa dhe solucione të kripura. Pjesa e dytë përshkruan veprimet që duhen të ndërmarrë në rast të një kërcënimi të afërt dhe rendit numrat e urgjencës si dhe hapat që duhen ndjekur në varësi të llojit të krizës. Një pjesë rekomandon mbylljen e të gjitha dyerve në rast të një aksidenti bërthamor. Seksioni i tretë detajon se si të përfshiheni në mbrojtjen e komunitetit, duke përfshirë regjistrimin në njësi të rezervë ose grupet e zjarfikësve. Nëse pranohet nga kryeministri francez François Bayrou, do të dërgohet në të gjitha shtëpitë deri në verë, raportoi Europe One. Ky dokument synon të sigurojë qëndrueshmërinë e popullatës përballë të gjitha llojeve të krizave, qofshin ato natyrore, teknologjike, kibernetike apo të lidhura me sigurinë, tha një zëdhënës i zyrës së kryeministrit francez për radiostacionin. Gazeta franceze La Figaro tha se koha e publikimit të manualit mund të sugjerojë lehtësisht se shteti po reagon ndaj situatës së paqëndrueshme ndërkombëtare. Udhëzimi i mëparshëm nga qeveria franceze i lëshuar në vitin 2023 për një komplet urgjencë sugjeroi të paktën 6 litra ujë në shishe, kanaçe me ushqime, bateri dhe elektrik dore, pajisje mjekësore duke përfshirë paracetamolin, kompresat dhe solucionin e kripur, një radio me bateri, mjete bazë, veshje të ngrohta, karikues telefoni, para kesh, syzet me recet, çelësat duplikat, fotokopje e dokumenteve thelbësore, lojra për të kaluar kohën, ndërsa mediat franceze thanë se manuali nuk përmend Rusinë ose luftën e Ukrainës me emër. Në fillim të këtij muaji, presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi kombin për kërcënimin rus me të cilin përballet Evropa, ndërsa SBA-t shkëputen nga kontinenti. Kërcënimi rus është këtu dhe po prek vendet evropiane, duke na prekur edhe ne. Dua të besoj se SBA-t do të qëndrojnë pranë nesh, por ne duhet të jemi gati nëse ata nuk e bëjnë këtë, tha Macron. Kjo vjen pasi Suedia dërgoi një version të ri të një broshure emergjente të kohës së luftës së ftohtë në tetor të vitit të kaluar, duke këshilluar qytetarët e saj se çfarë të bënin në rast krize ose lufte.